Personat që hanë rrushët çdo ditë urgjent duhet ta dëgjojnë këtë lajm. Do ngeleni pa fjalë. Rrushi është plot e përplot me ushqyes të cilët i bëjnë mirë, si shëndetit të lëkurës dhe shëndetit tuaj të përgjithshëm, dhe konsumi i tij në mënyrë të moderuar dhe të kujdesshme çdo ditë do të sjellë përfitime të larmishme në dobi të shëndetit dhe do të lehtësojë gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Ekspertët Healthline citojnë se rrushi është një nga frutat më të mirë të sezonit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Dhe i cili mund të shtohet pa frikë në dietën tuaj. Rrushi konsiderohet si një nga frutat më të shëndetshëm pasi është një burim shumë i shkëlqyer i vlerave ushqyese, të tilla siç mund të jenë vitaminat, mineralet, fibrat dhe acidet yndyrore. Në larmi të këtij fruti, ekspertët mjekësorë tregojnë se shtimi të paktën një bistak rrush çdo ditë në dietën tuaj mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë drejt nxitjes së mirë të organizmit të shëndetshëm dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Të dhënat studimore ndërkombëtare tregojnë se sasia ideale e konsumit të rrushit është nga 200 deri në 250 gram çdo ditë. Fatkeqësisht, nëse vuani nga diabeti, rrushi nuk është një zgjedhje e këshilluar, ndaj përpara konsumit të tij flisni me mjekun. Por nga të gjithë konsumatorët e tjerë këshillohet që nuk duhet të ndajnë rrushin nga dieta e tyre ditore. Konsumi i rrushit brenda sasive të rekomanduara ditore mund të ofrojë antioksidant të cilësisë së lartë, që do të luajë një rol të mirë parandalues kundër inflamacioneve dhe do të lehtësojnë gjithashtu edhe komplikacionet e një shëndeti të dobët. Rrushi përmban antioksidant natyral dhe energji të mirë. Ky frut është i pasur me quercetin dhe resveratrol. Të dyja njihen si antioksidant shumë të fuqishëm dhe të gjitha llojet e rrushit përmbajnë gjithashtu polifenole të njohura si acidi fenolik dhe flavonoidet, të cilat do të luajnë një rol të mirë parandalues kundër inflamacioneve dhe do të lehtësojnë gjithashtu edhe shqetësimet e tyre. Rrushi ulëndjeshëm mundësinë e trombozës. Fruti i rrushit ndihmon gjithashtu në uljen e riskut të formimit të trombozës, që mund të shkaktojë edhe atak në zemër. Ekspertët sugjerojnë rrushin jo vetëm se pakson gjasat e mpiktjes së gjakut në arterje, por edhe se forcon oksidin nitrik që i mban arterjet tuaja më të shëndetshme dhe më të plota. Kështu, përfitimet që do të merrni prej tij do të jenë të larmishme. Rrushi ka efekte mirëbërëse tek shëndeti i zemrës. Lëngu i rrushit përmban flavonoide që parandalojnë oksidimin e kolesterolit të keq, që mund të shkaktojë një barierë të madhe edhe në organizmin tuaj. Ekspertët këshillojnë konsumin e rrushit natyral dhe të freskët në vaktet tuaja ditore. Kështu, përfitimet që do të merrni prej tij do të jenë vërtet mbretërëse, lehtësuese dhe rigjeneruese të shëndetit. Shtimi i rrushit natyral të stinës mund të jetë gjithashtu një përzgjedhje shumë e mirë për të mbrojtur shëndetin tuaj në tërësi, sidomos edhe për eliminimin e gurëve në veshka, që mund të ndërlidhen gjithashtu me disa faktorë të rëndesës së tyre. I bardhë ose i kuq nuk ka rëndësi. Ajo çfarë mjekët rekomandojnë më së shumti është që konsumi i rrushit të jetë pjesë përbërëse e dietave tuaja. Rrushi mund të ndihmojë në pastrimin më të mirë të shëndetit të veshkave, duke lehtësuar komplikacionet e tyre dhe duke i sjellë shëndetit kështu një mbrojtje më të mirë dhe duke lehtësuar inflamacionet. Shtimi i rrushit në vaktet tuaja mund të ofrojë ushqyes të mirë, gjithashtu vitaminën C dhe vitaminën K, shumë të rëndësishme këto për aktivitetet tuaja ditore. Një filxhan me kokra të rrushit përmban rreth 27% të dozës rekomanduar ditore të vitaminës C dhe 28% të dozës rekomanduar ditore të vitaminës K. Sipas të dhënave të Brightside, rrushi është i pasur edhe me vitaminën B6. Gjithashtu ai përmban edhe vitamina të ndryshme, fibër, kalium, mangan dhe antioksidant. Këto të fundit do të ofrojnë një mbrojtje më të mirë të organizmit në betejën kundër problemeve si diabeti dhe problemet të shëndetit të zemrës. Përfshirja e rrushit në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi e çmuar e shëndetit të zemrës në betejën kundër komplikacioneve
Ndaj, konsumi i rrushit në mënyrë të moderuar në vaktet tuaja ditore do t'jetë një mundësi shumë e rëndësishme për ju. Ka studime të cilave u referohemi sipas Healthline që cilësojnë rrushin si një produkt fantastik edhe për uljen e tensionit të gjakut dhe uljen e problemeve të kolesterolit. Shtimi i rrushit në vaktet tuaja ditore do të luajë gjithashtu një rol të mirë parandalues kundër problemeve të shëndetit të dobët të syve. Përbërësit bimor të rrushit, siç janë rezervatroli, luteina dhe zeakanthina, ofrojnë mbrojtje për syt nga disa prej sëmundjeve si perdja e syrit dhe glaukoma. Rrushi është i mirë gjithashtu për shëndetin tuaj të kockave. Mineralet kyçe që gjenden me shumicë tek rrushi do të luajë një rol të mirë parandalues kundër këtyre inflamacioneve dhe do të parandalojnë gjithashtu ndikime negative të tyre në shëndetin tuaj. Kështu, konsumi i rrushit do të jetë një aleat i çmuar për kockat tuaja. Mineralet të kalciumit, magnezit, kaliumit, fosforit e të tjera janë një përzgjedhje shumë e mirë për shëndetin tuaj të nyjeve dhe gjithashtu janë të dobishme për kockat. Këto minerale që gjenden te rrushi kanë aftësinë të mbrojnë shëndetin e kockave, duke i dhënë atij fuqinë e duhur për t'i bërë ballë edhe problemeve të ndryshme ditore. Rrushi cilësohet si një zgjidhje shumë e mirë kundër bakterieve dhe infeksioneve. Vitaminat dhe mineralet që gjenden te rrushi janë të dobishme për sistemin tuaj imunitar. Ato janë të dobishme edhe për mekanizmat e duhur për mbrojtjen kundër infeksioneve dhe bakterieve të ndryshme. Duke cilësuar këtë frut si një prej përzgjedhjeve më të mira për të nisur ditën dhe për të evituar kështu nga dieta juaj komplikacionet e mundshme. Rrushi është një zgjidhje shumë e mirë për jetëgjatësinë. Rezervatroli që përmendëm më lart aktivizon genet që ngadalësojnë kështu edhe procesin e plakjes dhe nxisin jetëgjatësinë tek njeriu. Shtimi i rrushit është një mundësi e çmuar e organizmit në betejën kundër këtyre shqetësimeve të ndryshme, citon Healthline. Rrushi është një zgjidhje shumë e mirë kundër inflamacioneve kronike. Inflamacioni kronik do të luajë gjithashtu edhe një rol në zhvillimin e sëmundjeve kronike, siç mund të jenë për shembull, edhe ato të zemrës, diabeti tipi 2, reumatizma e të tjera. Kokrat e rrushit mund të konsumohen dhe të shijohen si të freskëta ashtu edhe në formën e lëngut, ose edhe në forma të ndryshme, por gjithmonë pa e tepruar në përditshmërinë e recetave tuaja. Kështu, rrushi do të luajë një rol të mirë ushqyes në dobi të vlerave të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Rrushi, nëse shtohet vazhdimisht në vaktet tuaja ditore dhe konsumohet brenda rekomandimeve të duhura të tij, do të jetë gjëja më e çmuar që mund t'i ofroni shëndetit dhe të parandaloni gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Ndaj, përfitoni nga rasti dhe i konsumoni rrushin në vaktet tuaja ditore, duke ditur kështu edhe një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj. Rrushi i bën shumë mirë shëndetit tuaj të zemrës dhe mund të mbajë larg komplikacionet e saj. Antioksidantët që gjenden te rrushi do të luftojnë kështu radikale të lira dhe sëmundjet e zemrës. Antioksidantët e rrushit do të ndihmojnë në mbrojtjen kundër problemeve të hipertensionit ose edhe problemeve të tjera të shëndetit të dobët. Ndaj, përfitoni nga rasti dhe shtoni rrushin në vaktet tuaja ditore. Shëndeti juaj i syve do të jetë i pari që do të përfitojë me shtimin e rrushit në vaktet tuaja. Studimet kanë treguar se njerëzit që jetojnë në zonat e mesdhehut janë më pak të riskuar që të formojnë edhe perdën e syrit dhe problemet e shikimit krahasuar me njerëzit e tjerë, dhe kjo ja trubohet gjithashtu edhe elementit të rezervatrolit që gjendet tek rrushi. Shtimi i rrushit në vaktet tuaja ditore do ju ofrojë që të arrini edhe një gjumë më cilësor çdo mbrëmje. Ndonse të kufizuara, ekspertët tregojnë se përfshirja e rrushit në dietën tuaj, veçanërisht atij të zi, është e shkëlqyer edhe për procesin e burimit të melatoninës. Ky hormon ndihmon jo vetëm për një gjumë më të mirë, por edhe më cilësore në mbrëmje, duke arritur kështu të plotësoni tetorarshin e plot të gjumit dhe një nxitje më të mirë të shëndetit tuaj në tërësi. Rrushi është një përzgjedhje shumë e mirë për të nisur ditën,
ndaj konsumit të tij në mënyrë të reduktuar dhe brenda sasive të rekomanduara ditore, do të jetë një mundësi e mirë e shëndetit në betejën kundër komplikacioneve. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.